Aktoria e njohur turke Su Burcu Yazgi Çoskun, e dashur për publikun shqiptar falë rolit të saj si Aishe Eren në serialin shumë të ndjekur Kardashian, ka tërhequr së fundmi vëmendjen e mediave dhe fansave me disa postime intriguese në rrjetet sociale, të cilat kanë ngjallur diskutime të shumta rreth lidhjes së saj me Shqipërinë dhe Kosovën. Me mbi 6.4 milion djekas në Instagram, Su Burcu ka publikuar në Instastory një foto ku shfaqet një tabelë rrugore me mbishkrimin Mitrovic dhe Prishtinë. Ajo që bëri më shumë bujë ishte përshkrimi që aktoria i vendosi fotos. Home, shkruan ajo, që do të thotë shtëpi, e shoqëruar me një emoji zemre të bardhë. Ky detaj i vogël, por domethënës u interpretua nga ndjekësit si një shenjë fort emocionale dhe lidhjeje personale me vendet shqiptare. Por surprizat nuk mbaruan me kaq. Në një postim tjetër, Su Burcu publikoi një video ku shihet duke dëgjuar dhe kënduar një këngë në gjuhën shqipe, gjë që u prit me entuziazëm të madh nga fansat shqiptar, të cilët mbushën rrjetet sociale me komente pozitive dhe mesazhe mbështetjeje. Por kush është aktoria turke Su Burcu? Su Burcu Yazgi Çoskun ka lindur më 15 prill 2005 në Stamboll. Ajo ka deklaruar se nga ana e nënës ka origjinën shqiptare, ndërsa babai i saj është nga Antalya e Turqisë. Që në moshë shumë të vogël, Su Burcu hyri në botën e aktrimit, duke u shndërruar gradualisht në një nga fytyrat më premtuese të televizionit turk. Ajo ka ndjekur studimet në Pera Fine Arts High School, në degën e teatrit, duke ndërtuar kështu një bazë të fortë profesionale për karrierën e saj artistike. Para suksesit të madh me serialin Kardashian, Su Burcu ka marrë pjesë në disa projekte të njohura televizive, si Sana Birësir Verçegim, Aşk Yeniden, Kuzgun dhe Kirmizioda, ku ka dëshmuar aftësinë e saj për role të ndryshme dhe emocionalisht të forta. Roli i Aishes në serialin Kardashian i solli famë ndërkombëtare, veçanërisht në Ballkan. Interpretimi i saj prekës u vlerësua nga publiku dhe kritika, duke e kthyer në një nga personazhet më të dashur të serialit. Për suksesin e saj, Su Burcu është vlerësuar edhe me çmime prestigjioze, përfshirë Pantene Golden Butterfly Awards, ku u shpall ylli në ngjitje. Aktualisht, aktoria turke vazhdon të jetë shumë aktive në projekte të reja televizive dhe pritet që të shfaqet në produksione të rëndësishme gjatë vitit 2026, duke konfirmuar se karriera e saj është në ngritje të vazhdueshme. Postimet e fundit nga Kosova dhe dashuria e shfaqur për kulturën shqiptare të rrënjve të nënës së saj kanë bërë që Su Burcu të fitojë edhe më shumë simpati nga publiku shqiptar, duke e forcuar lidhjen e saj me fansat në këtë pjesë të Ballkanit dhe duke lënë të hapur pyetjen sa e fortë është raporti i saj me rrënjët shqiptare.